Hygerta hap zemrën me fjollën. E kam peng në jetë që s'kam bërë edhe një fëmijë. Një bisede sinqert dhe e qetë ka ndodhur së fundmi në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova mes Hygertës dhe fjollës, ku temat kryesore kanë qenë pendesa dhe dëshirat për të ardhmen. Hygerta ka treguar se ka një pendes të thellë në jetë. Jam penduar shumë dhe realisht e kam peng që nuk kam bërë një fëmijë. Më tutje thot, nga njëherë janë momente në jetë që nuk i gjykon gjërat si duhet dhe ke pendesa shumë vonë. Fjolla nga ana tjetër shprehu dëshirën e saj të madhe për të pasur shumë fëmijë dhe inkurajoi Hygertën, duke i thënë se gjithmonë ekziston mundësia për të ndjekur ëndra dhe synimet e zemrës. Hygerta u shpreh se është në moshën 48 vjeçare dhe mund të jetë vonë, por në anën tjetër vetëm ata janë që ta ngrenë zemrën pesh, asnjë gjë tjetër. Biseda e tyre reflekton emocione të thella dhe pasqyron momentet e ndjeshme që shumë njerëz përjetojnë kur reflektojnë mbi zgjedhjet e jetës dhe ëndrat që mbeten ende të parealizuara. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.